Numri 35. Numri 35. I frikshëm. Përshëndetje miq. Faleminderit shumë që na keni ndjekur me probleme teknike tek episodi i fundit apo jo Blerë. Problemi teknik lindi pas të ftuarit, besoj unë se ai është problem teknik i trashëgohet podcast pas podcasti të shumë podcaste. Shikoj që më haruam të minimarrë syrin. Duhet një sy, duhet një kështu. Ja e kena pas. Është. Po jo, duhet na I bluja olla që nese. Si që shikoni sot kemi Menen, një duat okitje për Menen, të lutem, faleminderit. Regjia Stavro Ligori, mirë se na ke respektuar në këtë episod numër 35. Blero, e njësim 35-ën, në? 35-ën, tham të minim Naqja kishte shumë radhë në këta me Stroma në Kagavrie. Nuk e lë greku. Tham të minim Dini që I raskapitur. Dini Sinani është I lodhur. E gjetëm Menen. Edhe morëm zotin Mene. Që ka qenë tek episodi parë I vetmi, domethënë që ka bërë hapjen. Menja është kështu, tip bashkautori. Bashkautor. Jo tip, është bashkautori. Domethënë është frymëzim. Si ai që bëri këtë. Thuaj. Kush? Si ai që bëri Apple-in me Steve Jobsin u zhduk. Po. U zhduk. Jo në këtë rast më zhdukën, po gjithsesi. Gjithsesi, këtë emision do t'ja u dedikojmë juve miq. Shumë faleminderit edhe një herë që na keni ndjekur, na keni suportuar me komentet tuaja. Kanë qenë të shumta. Faleminderit edhe ndjekësve në Instagram, në TikTok, në YouTube të shumtë. Një falënderim special sigurisht vete për Naqen. Naqe të prisni më vëlla, po se ka në dorë Naqja. Nuk e la greku. Por neve si fund viti ta nisim mirë me një gëzuar me këto birat Budweiser. Regjia. Hajde Menen baj. Ja gëzuar dhe njerë, Budweiser Budvar, bira çeke me mirë, faleminderit Seldianit, Tanit dhe Martinit, miq tan të famshëm të fillimit fare që nga fillimi Budweiser, ja? Që në hap ato. Që kur I son atë fuqinë e Mizekos. Ishte këtu një fuqi. Budweiser Budvar, ujë burimi, gjithmonë, kafe Frank, cappuccino pistachio, Irish cappuccino. Edhe ajo që I zhvarur Menes atje. Sidomos po Enzo Attini. Brendi I njohur. Shumë faleminderit Enzo Attini. Çunat e pazarit, Antigonea 2000, Fura, edhe Autocar Albania. Keni platformën në faqen e internetit www.autocaralbania.com. Regjia duhet ta heqë cigarin sepse cigari na bën shumë mirë këtu. Je gabim atë. Na bën xheloz, jo përgjithëse. Duhet ta pish për jashtë atë cigarin. Spirt kanë edhe ne. Edhe mikun tonë haruam mirin e klasikut. Po, Classic Bar. Për vitëri event super me DJ Avenir Sulejmanin. Vazhdoni, rezervoni sa jeni ti çkeqi qeshti këtu. Ik festo. Do marri ditën pushim sa më për të qeshur valla. Festo vitin e ri, festo se ke kaq e vite që vlo gjumë. Ai do marri ditën e vet me pushim në vit dhe do vete klasiku. Një ditë në jetë. Jo, Menja shikoj, Menja nuk I pëlqen këto me DJ, të themi drejtë se është klasik. Po jam këtë klasike popullore gjëra të tjera, ke parasysh. Është klasik, po nuk e do me dapçi dupsi, Menja do me lolio valla, me kitar, me klarinet. Bravo. Ka që fëmijë që I kanë. Bravo. I bën një vegle muzikore me ne. Po varet. Sigurisht nuk e di edhe mikun ton Autocar Albania e tham apo jo. Po. Autocar Albania që mund të gjenë makina nga më të ndryshmet online, të gjitha të kualituara me rregulla me tjegulla. Ore, jo vetëm makina, dhe motora dhe na këto jahte kam makina se shkoj avin timun se makinë kërkoj andaj. Ti makinë e kemu? E po e gjeta me vështirësi, po të kisha autokarin më shumë ta gjeja bambam. Zotria që është në pritje. Ja. Autocaralbania.com. Mos harroni internet. Avash. Vazhdojmë.
Avash kalojmë episod pas episodi edhe Një përshëndetje shumë të veçantë edhe për miqtë tanë në podcast Andi dhe Besi. Na kanë përmendur te podcasti I fundit. Nuk e di se si do vej Harri, do t'i vemi apo do na vjen kur të bëhet linja treni do t'i vemi ne, ose do vinë ata. Bëhet linja trenit. Bëna një linjë treni da do vim ne ata nga Gjirokastër në Tirana Gjirokastër. Po që do zoti mbase bëhet ajo linja treni. Ti çka dëgjuar për këtë linjë do? Si e me transportin? Po parashikohet të bëhet një metro. Shqipëri. Po në Shqipëri po. Në tokë të Shqipërisë. Të lidhi këto. Çfarë transporti preferon ti me ne? Una Publik? zakonisht autobusin e Manolatit. Sa do na vat. Varet. Po çfarë ti e ke shpin poshtë ti je tek George Soros, ti je Sorosian. Transporti publik valla. Shjo Sorosian, ç'lidhje ka? Ç'lidhje ka rruga me transportin valla. Mirë. Po më e kanë. Transporti publik autobusin 500 lekë, 400 lekë. Jo, 400. 400. Ska 500. Do rritet thanë. Do rritet. E pe ata në kino. meritojnë. Në dorë kishin bërë një stacion treni ata. Patjetër. Në dorë Kina. Mund të kanë thënë Kina është Ku në kin? krye vepra, është e ardhmja. Po puna që zakonisht ata I bëjnë edhe thjesht thyen rekordin, pastaj cilësia made in China, se pak ditë më vonë. Po në Serbi kishte rënë ajo si për atyre. Ç'lidhje ka Kinezë. Serbia tani me Kinën? Që film kineze që bërin në Serbi. E kupton? Me ne si po të ecën. Mbase ata serbët kishin futur çikdorën. Ore leri serbë si po të ecën punën. Se bëra një dedikim, bëra një kërkesë para një 2-3 Të podcastes. tipit? Po nuk harrove mo, këtu që I dhash fëmrave emrin tënd të Instagramit. Miriam, O me ata si e ke. Atko e kishe o mene tani e ke bëro me ata. Ndaj Nga ndro. o me ne, bërë me Kishe ata. shumë kërkesa, nuk I përballoj dot Nuk e fluksit. përballoj dot kërkesat. Nëse Fluksi. më gjithsesi tani janë edhe është fund vit, po ndjet atmosferë festave me ne, si po duket. Festat e fund vitit, Vakët. vagët, ë? Vakët. Po nëse më shko, është ka të bëjë koha, është ftohtë. Ka të bide kua. Ne vjen Po jenë dimur. Që mos të them në një fjalë tani. Mbaj Po vetë. pse o në Gjermani s'është ftohtë e këto vende të tjera. Jo më jo. është. Jo, Babagjyshi- ky e ka bërë atmosferën e festave, e përjeton nga kujtesat e larta të Egjiptit, që ka qenë vetëm ngrohtë. Po dhe. Kujdese. Babagjyshi. Ka filluar akoma të Por e flas. babagjyshi vjen në Dobor që të vi, në Finlanda. Po O, mbase pas një- aty kanë rë rolla. Tash një video E kishin futën brenda. ka për babagjyshin, e kishin futur brenda. Jo, shkapu shumë kanë nuk është e repareti në burg. Ja mirë, dakor. Është mësuar. Po varet na lloj. Ti mene për shembull beson akoma tek babagjyshi për shembull. Dhe besoj babagjyshi tek mua. Se e Që të bën. besoj tek ai. Ose she aq rall Jo, më vërtet. jashtë punës. Kur ishim të vegjël. Besimi është reciprok o zotri. Kur ishim të vegjël, çoheshim në mëngjes në datën 1, ishte ajo pak Se me mbaj, ato nuk fiq. e qenë ti se çepella. mua. Po vjen në Unë s'kam 25 pasur babagjyshi, më mos një vjen në Po vjen 1. 25. Në Shqipëri vjen në 1 se vonon dhe posta. Domethënë s'të ka se ke takuar ndonjëherë babagjyshin me gjëra dafshi. Po më takoj, Të takofta ai lart, të takoj. të më vit, të më respektoj një. Se s'baj më të më këtë respektuar e jetë jetë të tybe. Po ke Bedo. qenë bad boy o vëlla. Si është ajo? Ai atyre që bëjnë gjëra të mira gjatë vitit I vetë I çon dhuratën. Atyre që s'bëjnë gjë fare I njoron, ja lësin. Shiko tani, me I qëra muhabeti që parte transporti, para një 2-3 javësh, lexova një artikull, kishte ndodhur një aksident në Itali, e tani, fajnë faktikisht e kishte ai aksidentuar, ishte futur në korsinë e mjeteve. E tani, Pse u ku do të ikin kursin e Luanbe? jo, ishte këmësor, mo ishte futur në gabimisht. Ah, në që e futur korsinë. këmësori. Po, ishte futur gabimisht. Edhe ka shkaktuar aksidenti. Ndalon mjetin ky shoferi, edhe t'i japi ndihmën e parë. E lexoj ato, prit pak thash. S'bret shoferi, jep ndihmën e parë të aksidentuarit. Po. E atje më vjen në mendje. Vim në Shqipëri. Shoferi mesatar shqiptar. E ngete. Edhe puno me kujdes. Ikën aksidenti. Ikë shoferi. Të parë, të dytë, të tretë, ikuaj. Mbaroi puna. Iku. Pas 8 orësh kapet.
kapet kush i aksidentuari. Jo, shoferi. Prit, kapet shoferi. Që në moment e parë, pas 8 orësh, akoma nuk i ka ikur era e alkoolit. I deu shoferi. Si ka ikur alkooli akoma. Po jam s'para pikur shofera. Në momentin e parë që arrestohet, ngrihen Ngrien. 4 akuza. Drejtim të mjetit në 100.000 euro. E para. Shkaktim aksidenti me pasoj vdekjen e të aksidentuarit. E dyta? Ku i mban mend? Pritore. E treta, mosdhënia e ndihmës së parë. E treta? E katërta, Që është me tentativ rëndësishme. korrupsionit të policisë Pse? që do shka të arrestoj. Vajti të... Kjo është opsionale. Jo. Tha se mos i tha polisit na ka që lekë. Jo. Nese më gjithë. I ke pas të qa bet lartë e posto, budora, Bulgariu, hot qeveria, në Rumania, po këtu në Rashid vetë e që ka. bëjmë. Mos ja mua bën e qeverisë aty, po. Shlidhje ka mu me ne. Si shlidhje ka mu, Këtë budala, do ta- Shlidhje ka me ne. Po me ata, me këtë po me këtë ketë mu. Ndaj A, burim po. me Do të ata. dalësh ti me këtë. Unë dua të dal me këtë që... Çdo të thuash ti me këtë. Unë me këtë dua të dal që neve si popull... Qa do regjia? Po. Me këtë dua të dal që kam parë në televizor se unë s'para shoh, po e ndrona njerë në shtëpi gruaja kështu, Po, po. është një tiku. Po. Merr një karrige ai me ca. Tiku me kartona që Me ka ai me dalë- grose. me gas. Tik, Adriatik lapaj. Edhe ai tenton të bëj përmbysjen e qeverisë tani, çfarë është? pak Nuk e veta. kam kuptuar. Me Në pak mënyrë veta. Ma ai ekonomike. më duke si camping. Camping. Si camping o pa. Njerë bërtiste për generatorin, bjeni generatorin, vajti policia i mori generatorin. Tani, me sa kam dëgjuar prap në këto rjetet edhe në portale su Belinda Baluku, se qa sa për ato, janë 800, 100 shtëpi, 300. 300 shtëpi, 2 jahte, që mund të ishte njëna nga këto jahti tënë, për shembull. E kupton? Bje Ja fjalë. mori menes. Po prito të marr makinën njëro. autokari. Makinën të autokari, Albania, di Po, vetë, zotrie. Tjetra, ani këto, nuk të, ku diu, nuk të bëjnë qik kështu ti, të japin qik... Fare. Ha? Fare. S'do l'ja dish fare. S'më bën përshtypje. Nuk është se pret jaht të marrësh, nuk e premisa për jaht. Fare. Nuk e di ti e more jatin tënd? Jo, unë dua të marr shtëpinë, po më Pastaj unë dua në ndecë, s'dua jat. një nga këto Unë dua 300 i nato verat. O, bravo. a. Po doli tigri pa tek ai. Po e e di, mirë, si e ka, i di, tha me ato. fotografi. I di se ka parë menu në çmimet e gjëra. Sa që një verë? 3.3. Neve kemi 33.000 birën, neve lek. kemi birën Budweiser, birën çeke. Rob Shotari, Çeke? faleminderit, nuk dua më ato vera 3 milion euro sa ishin. 33.000. Po që Pije, ta birë. kam dafin këtu me ne që ka korrupsion olla, vjen erë. Nuk duam ta përmbysim neve këto që të... Çfarë do bësh ti? Hë? Çfarë do bësh ti me Si këtë ti rast? ku në karige, të marrim një Do karige. bëjmë në camping? Jo kampingu dhe, si në Rumani, o, pse s'bërën kamping ata në Rumani? Po është tjetër frymë. Pse Është tjetër do busi. nuk njëti ajër është, mu ajri në atmosferën e tokës i në gjithë. Fryma gjenzjer, jo ajo që thith. Edhe ti mendon se ata janë më të zgjuar, më të shkatët se ne, më të Më agresiv. më agresiv. Ne jemi Rumunët. të urtë, jemi mos Pi- kopë. S'është atje mos, është Ti bero çfarë mendon ti për të? Shikoj ne- që të bëhet një të revolucion këtu, është duhet mbyllur kafenet një herë. po na çoja ditë. Çim. Ço. Ju çoj juve se mua më Shoh mori ata se pengë. ti të gjetëm në Si rrugë. fare morëm pengë. ai çimi ka në kafe. Këti. Hajde mbaj këto. Po pse do re vërtet pse na çova ditë? Ju gacarove nga ata pleq në kraj që pinin elbar. Nuk më shtuaj, më nuk Ë? do të thënë nuk arria të dëgjoja dot veten. Po pse o, ti ishe në tavolinë tënde, çdo me tavolin e botës. Po pikërisht, ai është problemi. Flisni për Trumpin, për çfarë flisni? Ne dëgjojmë gjithmonë njëri tjetrin. Tavolina e njërit dëgjon tavolinën e tjetrit. Si problemi atje. Si telefoni i prishur. Tani ata plejt kanë marr pension 13. Edhe ky në Ajnati që s'mori rok të 13 në fund të vitit, pa ata që kishin bërë upgrade nga rakia 500 lekë kishin marrë elbar, në elbar. nuk kishin marrë Budweiser si zotri. Bravo. Iku truri këti, e tha qo, tha. Të ikim tha se, Po, mos më ka dhënë asnjë lekë ta pin bira tha. Është spektakolare fare se që do të thonë në fraksion sekundi bam bam çoni tani. Dalë o menë të pim kafe tani thash.
Tani tha mos të flasim. Është instinktive. I bërtiti dhe asaj, na mba lekët i ladet. Para- I ladet 200 lek bakshish. Po s'kishte marrë rogaj. Edhe ajte i kimi the. Nëse. Kjo është, shiko, për shembull kjo që bëre ti më tregon që ka shpresë. Që njeriu mund të ndryshoj në një moment dhe mund të Unë çojë. suçova për shpresë. Përse? Unë çova se desha të ikja dej. Po më dhe ti do Po, të imagjinon ikësh do- andej, Blerua do të iki në një vend tjetër, unë do të iki në një vend tjetër. Pero s'ka kërkuar të iki. Po. Jam si Edi Rama, unë jam bohem. Ti do Kënaqje me të pak. ti ke atë maninë tënde për të ikur. Po më dua jam tip që më pëlqen të eksploroj, neve më vjen që atë atko Egjipti, se çfarë atko. E kemi pasur Po, tradit, po, votojmë. po. Ik në një vend, gjë, do biz në një vend, ik në një Po. vend tjetër. E kupton? Edhe e kam trashëguar. Është natyra e njeriut Është ajo. natyra e trashëgimit të Jo, është natyra e njeriut. Po ti të pëlqen fare të ashtu? Jo, mua më pëlqen, po që S'ka kohë. unë jam njeri i sigurt, s'kam kohë. Jena punë me tre. Mirë, siko. E rëndësishme është që të kesh marrëdhënie të mira me shoqërinë që të rrethon me njerëzit, siç i kemi ne neve me këta komentuesët. Po Unë as po më ngelet me njeri. Si ja ondra me komentuesin. Nuk po ngelet me njeri për të patur marrëdhënie. Nuk më ka pëlqyer disa komente, nuk e di, janë ca njerëz sinqerisht ti Bleros se ti Si ai Nova Media tani ju që komentoni thot. ore, jo, nuk i sa, nuk i kanë drejtën e tyre, derisa janë komentet Po le të shpreh mendimin olla. Unë të shpreh çfarë duan olla, po nuk arrin të kuptojnë thelbin, sepse ajo videoja që tha Thelbi nuk është armiqësor, thelbi jon. ajo, thjeshta. pra, ajo videoja që tha Remi Nuk që është për të as për të ofenduar, as për të çojmë në mëngjes Ulur. taj dhe shoh pleq tha që pin raki 500 lekë tha dhe kanë ngelur vetëm një dhëm tha, Po, këta e morën tani sikur Remi. ai vuri re një dëm, një dukuri Nuk negative. e kishte me dhëmbin ai, pse Po, kanë një dhëm këta. S'ka lidhje fare. E kupton, ai e kishte me situatën që Ai s'ka është. hapur klinikë dentare. Bravo. Remi Dani e kishte me situatën që është, që çojë në mëngjes ta dhe shoh tha pleq tha që pin raki tha 500 lekë dhe tha bëni rakin 3000 lekë tha, o çoni alkolin i tha, çoni këto. Me thënë që e kishte me dukurin siç e the ti. Dukuria është negative. Disa nga valla. komentuesit filluan pa haruat se si ka jetuar gjyshi pa pjesë një babain, pa pjesë një Po ç'lidhje kanë se si kanë jetuar mo, ç'është ky mentalitet Kjo më tani. vjen, jo, nuk është mentalitet, është mënyra se si e kuptojnë, e kupton? Sepse shumë veta këtë podcast ton e ndjekin dhe neve i falenderojmë me shpirt. Janë shumë komentues Ferua, njëri nga këta është Ferua, Rofsh Vëllachko, ke edhe nga Naqja, shumë respekte nga Naqja, sa më pyeti Naqja di ore, e njeh këtë Feron, nuk ka rëndësi tash në njoft se njoft, është pozitiv dhe neve na fal kënaqësi. Naqja kishte një bashkëbisedim të këndshëm me këtë Dash Nordikon. Dash Nordik. Gëzuar diklindjen pasha. Kishte diklindjen Dash Nordikun. Kishte diklindjen. E uruam. Dashnori është fansi më i fundit i Naqjes, pas Agronit është Dashnori. Tani presim na një Vrenoza, na nuk e di çfarë do të Venozi dalë është në Big Brother. Është në Big Vajti Brother. atje. Po doli na vetja një Po moment. sikur të në Big futet edhe Brother. Naqja në Big Jo, nuk Brother. dole na vetja. Doli na vetja, pse si tha, u mërzit më tha vari, e vazhdoi ti Si prapë. që mua. bëri Merja tani. Vetja, nuk që të dalje na vetja. Ai që vetja. Që vetja. Vajti në origjinë. Po është origjina. e pe që gjeti të 3 ndeshje pa, ku i mban më ndeshjet. Trendeshje. Gjeti 3+. Ka par kalendarin ai. Thjesht instinkti. O budallak, unë e ti kemi kaq e kohë që nuk gjejmë dot instiktin. Na djegin 2-3 instikte, për shembull. Na diqnin kur ishin lotot. Na diqnin, mo Leju- dikur a, mos, bravo. Ai gjeti 3+ Atalantët, Po. gjeti Gironën 3+, edhe për Betisin tha Sa erdhi Atalanta? 2-1. Edhe për Betisin tha gol tha. Që pjesë e parë do ti, pjesë e parë u bë gol. Thonë sikur të jetoja në Greqi siç jeton Naqja, apo të ndiqje Vrenozin, mund të ishte bërë me lekta. Te vjen s'ka di në Greqi. Po. Thjesht të ndiqje. Vrenozi duhet të hapi një kompani. Jashtë shtetit. Jo bastesh, jo. Jashtë shtetit. Kështu kompani për Parashikime. dhënie, po, parashikimesh. Jashtë, të s'lejohet. Kompani parashikime si kanë ndaluar njëri. Kompani Tjetër parashikimi. gazetar kështu. Po. Gazetar sportivin në terren. Në momentin që ti nxjerr koeficientin nga goja e Por brenda, thjesht i ke ja brenda. parashikime olla. I ke brenda po nxorre koeficientin. Dikur në një diskutim shpejt fare, ti mene, nuk e di ke thënë, ke deklaruar që në qoftë se nuk o isha në këtë punë që jam, mund të isha një komentator sportiv sepse ke shumë informacione nga sporti. Është e vërtet, mund të ishe I pse ke më informacione të gabuara.
nuk e di ti ose Do të folur me mua. se kush ka thënë për ti. Shumë, do kishe dëshirë ti ishe komentator sportiv? Ti ishe në krah me këto vajzat. Ka disa muaj që sporti ti ka mequr vizë. Të qëmë të Meni mbaroj, Ashais, të mbaroj dhe në fund. Shahis tani, po me Shaun merrem shumë. Do si ishe në, Lopinci. Sporti im i preferuar. do ishe në krah me këto çupat e digital bit që janë atje pap që Pa, marrë. të thuaj ti. Jo. Hë? Jo. Po, Çe gjeti Xhihanin atje? Ka bërë flokët Kaçurela, ban Xhihani është personazh. Ka mbjellur. Jo, nuk i kam bërë. Ja ka bërë punë ashtu atje. Hadi. Ai nuk i kam me Saljani i kam bjellur. Saliani mbulli në burg. Halle probleme, po o mene, po Po ho, ç'keni për gjithë këto? e mendon ndonjëherë tani që u bë kjo, filloi prak Big Brotheri që fillon një qetësi në rrugë. Sa është qetë këtu, po te kap më shumë domethënë. Është nuk është se hipnotizuar ka- njerëzit fare o. Nuk është se ka pasur ndonjëherë zhurmë. Ore lën kokën fare për Big Brotherin. Nuk i ket Atë të. si jap dot kuptim asaj. Nga se më i unë nuk riu e te ndjek për më- veten time. Jo për Big Brotherin vetëm, është dao Unë për nuk e Putin, di. janë edhe këto telenovela turke. Big Brotheri shumë në Ja, në duke shumë, për Por shembull. është ajo sëmundja, Janë shumë gjëra që njerëzit nëse mos shkoj. sepse njerëzit nuk kanë mes të mbushin kohën e tyre. Big Brother është një, si e mendoj unë, Ata njerëz për shembull. eksperiment social apo jo? Big Brotheri Është një është show. është Reality show, po të kalon në eksperiment Është- social. Është eksperiment social. Kalon, domethënë njerëzit kalojnë kohë atje pak pasur kontakte me botën e jashtme, pa pasur kontakte me, tregon karakterin e tij çdo kush. tani Dërgo ti mene, po të ishe në Big Brother, për shembull, larg qof sikur të Larg ishe. qoftë. Larg qof sikur të ishe. Ç'a karakteri do t'rregojë? Se di valla, nuk më vjen në mendje, është një gjë që s'më vjen në mendje fare as ta Si punë e Arlindit edhe ti, Asa- nuk ashtu fare. fare, nuk e o përfituroj tentoje. dot, nuk e përfituroj dot atë pjesë. Big Brotheri një edhe kjo pjesa e futbollit që tha Menea janë kështu për argëtimin e masave. Të kënaqen masat. S'ka thënë në koda Të i kënaqen cirku. komentuesit Cirku janë Romak. buk edhe cirk. Buket E daulli. Buket daulli. Mirë, po një që të bërëm Unë dasëm. them se është kjo pjesa që nuk njerëzit nuk kanë mes të mbushin kohën, e duan Po diçka pse që. pikërisht mund ta mbusësh me Big Brother? Po tani atë se kuptoj do të Mund të lexosh një libër. Vit për vit e njëjta gjë, e njëjta monotoni, po mund të lexosh një libër, Mund të shohësh një mund të dokumentar. bësh një dorsha, Mund të shohësh një dokumentar. mund të për dalësh të marrësh shajër. kafshët. Ato në Discovery Channel janë super Por fare. e mund të dalësh dhe të marrësh shajër. Po edhe lëshoj edhe ai tigri, shikon atë drerin atje, ndjek Atë avash drenushin. avash. Nuk janë Puna tigrat. është i Big Si Brotheri. puna të ndeu me ne. Big Brotheri shit. Që duan të hanë, jo vetëm tigra që duan të e kupton. Po për ushqime kisha fjalë edhe unë. Vlerë Big Brotheri shit. Big Brotheri. Të paktën tigri e gjen kohën e tij për të bërë diçka. Mos luftë për mbijetesë, Po tani, tani ç'a të bësh? po edhe në luftë për mjetes jemi ja vetë është. Ç'po bësh me zotrin? Zotria është në rregull, është si ta them unë, është shumë tip i radh, nuk para gjen njeri që edhe të luaj sha, edhe të ç'a the në fillim fare ti, atë me se ç'a the një preferencë personale kështu. Ç'n si ka që nuk do në ato muzikat e fundvitit. Po. E kupton, të tëra këto në një, Mos e po të shohësh të shikoj. mbledhura në një. Se po të shohësh tani në Gjirokastër, atmosfera është fantastike. Them në domethënë. Shqipëri. Po, po, jashtëzakonshme. Jo, Po, edhe ai është edhe unik. edhe këtu në pazarin e Gjirokastrës, atmosfera është fantastike dhe neve i ftojmë gjithë miqt, Plot e do për që plot me janë të njerëz. vinë, të na respektojnë, të futen në pazarin e Gjirokastrës, të shijojnë atmosferën, të bëjnë foto aty tek ato që Është ka bërë, është bërë. bukur kështu si. Ore, Na pamja vizuale. pamje vizuale është bukur, po Teorikisht e faktikisht. dhe tipa si bukur, këta o. nuk na duhen, e kupton? Tipa si këta ai- janë Sot pa dritë ato. Ta më bësh një foto të aute. tek Te qafe pazarit e rrethi tha. Këta janë tipa që na ulin neve atë Entuziazmi. entuziazmin, na bëjnë Bravo. pesimist në jetë. Njeriu në jetë duhet të jetë optimist, me ne shiko për te asaj që Jemi mirë, duket. Për te asaj që duket. Na bravo. I optimist o bu, shikoj Për gjërat me shembull, një sy tjetër. Qofse ta stakosh trunin dhe shikosh të gjitha gjërat pozitive. Të gjitha gjërat pozitive. Vret mendje jo trafiku, jo. Kjo je më pak je më mirë më pak Po e kam njerëz. kaluar atë periudhë Blero. që Duhet të shikoja gjërat pozitive. Tani Tani shikoj shikon gjërat. edhe gjërat pozitive e shikon Tani- negativisht. Tani shikoj vetëm gri. Kanë ikur ngjyrat. Ah, si ata miq tan. More. Dëgjove se s'më ta zoj të veshi mua, zoti topull. Nuk e di. Janë të vërteta këto tash e themi? Nuk e di. Të Nuk tipit. merrem me
Si do përveç se u bë një Afroja më nga mua mene. Bravo. përveç se u bë filmi që doli një sukses i vërtet. Gri. U bë dhe një kështu. Jo, është e vërtet, filmi ishte sukses mene. Jo, mo filmi sukses. Bravo. Tani Se kisha. ata çuna që bërën filmin po bëjnë edhe një podcast si puna tonë. Regjia qëndro më serioz. Puno me kujdes, regjia. Ata po bëjnë një podcast dhe një dua rokile dure me regji për podcastin e Artën e radhës në Zakazër. Kishim pak më para Bjori tha në Podcasti me këtu tha. çunave. 2 lokale në një lagje tha, edhe shtyhet tha, po 2 podcaste në qytet tha, kjo s'duhet tha. E kupton? Mire, se cili ka do t'ja. Ore, mos e hi në i mbështes. pjesën e konkurrencës. Nuk e shikoj, unë e shikoj si gjë të mirë, konkurenca është gjë e mirë. Njeriu Rrit duhet të ketë cilësinë. Po pra, njeriu duhet të ketë sa Po, më pra. shumë mundësi argëtimi. Pse të Po. shofësh ti këto Big emisione Brother. që the pak më parë Big Brother për puthen, për niqen, ku diun çfarë këto. Podcastet janë një alternativë më mirë. Shiko podcastet do, podcastin e Çelës me Jeminin, podcastin e Bleros me Gestin. Shiko kaq. Besin dhe Andin. Apo çuna respekte Çuna, Andi po. dhe Bestin. Shiko Interin kur ke kohë në fundjavë. Me kë kemi tani Atë se unë tema bas as me pjesën nuk e kam humbur. me kë kemi tani të radhës. Se di, po Ja, më duket se me Atalantën, më duket. Po me Atalanta mos i të duket. Si jam i sigurt se s'kam bërë kalendarin, po gjithsesi. Jo mirë. Ti Blero për podcastin e çunave çmendim ke. S'kam mendim fare. Mendon se Zero, fare. mendon se do jetë një sukses apo do jetë një Zero mendim. Ë? Nuk e di. Të them drejtën se di. Po mirë, po sikur As po as jo, si e po kam sikur idenë. po sikur la qoftë Se di Naçi. vërtet, jo se Ore sikur të na iki Naçi na podcastit ton na vetë çunat. Si do t'ja bëjmë ne? Fletë vejo dha. Kemi Naçi tjetër ne? po s'është puna atje mo, është dhe Ore po e do publiku. është mënyra si ne e afrojmë të ftuarin që e bën të këndshëm podcastin e për dëgjuesin. Ta mund të afrojnë ndryshe. Kupton se nëse ne do t'i mbi vendoseshim Naçja s'do kishte mundësinë, do t'ja haronte perlën. E kupton, sot ta thoshte atë me ata të grekut, sot ta thoshte atë me çfarë tha tjetër Naçja, apo si ke pas? Vajta në përmet. Ti kam mbaru, po si mbaj Përmetin të gjitha. kulturën, Përmetin, po. me Bangladeshin, me Vajta në kostrat. bëjnë dhe ato me ato bidona me ujë. Naçja tani është bërë për të futur në Big Brother, është nivel i frikshëm. Jo, Naçja ka një gjë të mirë që është E fiton Big Brother. Është vetvetja dhe është spontan. Nuk është i shtirur, siç mund të jenë disa personazhe për shembull që mund të ftoj te podcasti konkurrent Gria. Nuk e di si ata ketë emrin podcasti? Nuk e di fare. Nuk ke marrë fare informacion. Po gjithsesi mua më pëlqen që ka dhe angazhime të tilla në qytet. Njerëzit janë Ore, çka ka regjia? Ka shime, po dhe regjin se kuptoj këtë. Ore, regjia. Pip advisor. Këto goditje të regjis. Edhe një herë shumë Regjia është bërë si faleminderit. amerikano me atë Shumë kapelen edhe me faleminderit kufi. Regjia që na bëri të mundur edhe këtë zërin kaq, do të thënë, janë ca lehtësira sot. Ka kufjet në vesh ai sot. Po duhet të arrim në pikën që ti dëgjojmë të tërë të shtemi. E kupton se tani vetëm. Ai neve me ai sa mundemi, neve nga podcasti i fundit që ishte Na me një vegël për podcast. Ka arritur na zhëja te gaja. Budalla podcasti Jo, i te fundit. A bashar? Podcasti i fundit me Alin Qorin zëri që katastrofë Po, fare. po. Edhe më Po kanë më thënë mirë, jo shumë bëse veta. beb që U bë se beb që më erdhi zëri tamam, po nuk e di tani do na eci dhe kjo se mos na han me sy. Është pak tërë sa lindi në fakt. Është pak ters sa lindi, po Si ecë? çusur kemi neve valla, që të na dali ters podcasti. Po se ati ka rastisur i ka ndodhur 3 herë. Neve në Dy herë të 34 ande- podcaste s'na kishte ndodhur ndonjëherë. Po për zotin e madh është e çuditshme. Më besa E mirë kupton? kur ishim me Raqin, me Olsin, me Remin këtu, ishim 5 veta, më duket a 4 veta me 2 mikrofon. Dhe zëri që super. Me Alindin ishim 3 veta me 4 mikrofona. Se një se kishim vënë, e kupton? Edhe doli kështu po. Gjithsesi Me fat. mbet aty sa thon njerëzit. Mirë, për mirë, të gjithë. ai do vi prap. E gjëra që ndodhin, këta shënë se unë ka. një gjë dua të kështu se mos mendoj njerëzit që ne jemi kështu, do fansa të çmendur edhe antar Po, të shlidhje ka, partisë, ti- lindit e më këto. fal. Ne i bëjmë ftesë kushdo që të vi. Ti do të Ka, japësh një bujrum, shpjegim tani le të thjesht vi. nes nuk Jo, jo, pse më pyetën. Më pyetën. në Dakor, rrugë. tare, ne nuk jemi. Po, edhe unë kam pasur të Më tilla pyetën në rrugë ca situata. zogj më thanë që ç'ne Mo, kishi ftuar e, Alindin. s'ne andi. E kupton se kur Jo, kishim japim vajtur hapësirë kujdo që ka diçka për të. Po pra, hapësira jepet kujdo. Nga më Kurse- budallaj të më i zgjuar. Kurse unë Nuk vëm kufizime, nuk ka
Censur nuk ka, si them, të bëjmë një nivel. Ne kemi në plan të me një person që unë njerit se si ra muhabetin edhe më tha një ditë, po juve më tha, ty më tha mua shani atë, shani këtë, e bëjmë i thashun se jemi me Saliu, i thashun. Neve na paguan Saliu, vëllai, tash me si podcast. Dhe uli kokën në foli më. Marrin për të më qenë. Marrin për të më qenë populli. Por që këtu është çdo gjë thjesht për ballafaqimi idesh, çfarë do lloj ide të kesh edhe kundra neve. Mund ta thuash bujrum. E më pëlqen që njerëzit të kenë një gjë me se të miren, sepse po nuk i dhe ushqim, e kupton? Do merren me thashë theme. Ti jepi një gjë, si e tha dikush nuk e di një kështu. Neve këtu jemi, domethënë kemi këta njerëz që e meritojmë që të jenë. Pse? Po, në Shqipëri. Në Shqipëri, ata që na udhëheqin, neve jemi populli që e meritojmë, sepse jemi populli që e mësuar olla. Jemi sindrome e Stockholmit, kush e tha atë. Ne kemi ushqyer vetë të lloj mënyre jetese. Kemi ushqyer vetë tani po nxjerr frytet. Dhe do të vazhdoj për kohë të gjatë them unë, nuk është jo pa tendencë ta bëra pyetën atë kohë pse nuk çohemi. Nuk çohemi se jemi rehat. Jemi mirë o burr. E kupton? Kemi gjetur rehat, andaj këndej. Ky popullova. Ore mbano, e di se sa mbajmë ne. Se ke dhe sa mbajmë ne. Jo se ka gjetur rehat, po që po si, po mos e kishe gjetur rehat, do të çohesh edhe si Bullgaria, si Rumania. Ka gjetur rehat. Sepse ne kemi atë idenë e liderit që duhet na e udhëheqi. Edhe nuk kemi atë është e vjetër e shqiptarëve, se shqiptarët duan njeriu në fortë. Nuk kemi ideologjinë që njerëzit të çojnë pa dikë që t'i udhëheqi. E kanë nevojën, e kanë nevojën e domosdoshme për një lider. Dakor, lider. Suprem. Ku ti e shikon që lideri 4 vjeçarin e parë mos të flas siç duhet. Po ta dash shpjegimin tani ç'të. Vazhdon 4 vjeçarin e dytë, vazhdon prap me 4 vjeçarin e tretë, prap. Dalë. E kupton? Është një gjë që ore lideri në rregull. Po ta dash shpjegimin tash. Problemet e ka nevojë për dikë që ti udhëheqi ti. Po lideri gjithë në qeverisë e ka në burr mu. Po zotri ndjen siguri. O lider. Ndjen siguri. Po i fut vetë në burr. Si i fut vetë. Po me merr iniciativën të pastroj Kënetën. Siç e thotë. Me iniciativën të pastroj Kënetën. Kënetën e ka gjetur ai, nuk e krijoi ai. E gjeti. E kupton? Tani muhabeti është që në Shqipëri ne nuk e kemi pasur ndonjëherë atë që kanë të huajt, për shembull, kemi pasur pjatën plot makarona gjëra, po. Pjatën vitit të ri. Edhe na heqin një bërxoll për shumë e ankohemi. Ne kemi pas bosh, e kur na vën një patate, thomi patatja. Patatja është në atë nivel jam ne taj. Edhe buka e gjë dhe energji elektrike. Me qira muhabetit e kjo pjatë e vitit të ri. Vjen viti i ri, shtrohet tavolina, mund të jenë 3 veta, 4 veta në familje dhe ke gjel deti, pancet, pajdaqe, bërxoll, ku diu është ajo si sallat ruse vut. Përshesh me pul, është ajo me që besi me miell të misër, një sallat ruse, një sallat greke, një sallat belge, ku diu fruta. Qezar. Edhe të tëra këto po do të hanë sot. Hajnë atë natë. Janë sot. Se është ajo mania. Mania mos e lë për nesër, mos e ço dëm. Të na gjej viti i ri mirë, të na gjej të ngopur. Po merr bën një gjë që të ngopesh tamam. Na plasi barku na petët. Edhe ato gjëra zgjatin 7 ditë, 8 ditë, sepse siç e merr tavolinën e vitit të ri kështu, e çon nga doma tjetër. Edhe po bën thjesht me tavolinën me televizorin. Në vizorajë. Nuk e kanë kuptuar asnjë të tavolinë e madhe vitit. Okej, jam dakord kur mbledhen familja që vetë për shembull familja tënde vizitë tezja të hallë, që bën një familje e madhe. Po dakord, po një familje me 3 veta, me 4 veta, me 5 veta, të jetë tavolina me gjatë na korridori, sikur s'ka kuptim. Shkoj tani shqiptarë si çdo popull. Mirë se kjo ka ndryshuar çikse. Kanë gjëra të mira, jo, vitëri kanë ndryshuar pas sistemit. Nxjerrin nga fundi i dheut. Kalimin e Kosovës, po kanë ndryshuar. Shtohet çik situata, shtohet. Nuk është më ajo, nuk është më ai entuziazëm i dikushëm. O regjia, kush mos e shikon në publicitet. Ore pashiste. Atmosferën e festës. Pashiste bie dera, kush është? Pa shiko pak. Ju mos bie ajo. Evo, pa hape o derën. Kush erdi u? Qa është ajo regjia?
Po që kalimi pare. Ajo që kalim lere. E do si punë strucit. Nëse filloj. Hajde Regji. Hajde Regjia. Çfarë është ajo Regjia? Petara. O, faleminderit. Po. E kupton, s'ka nevojë tavolinë e madhe, një element duhet për vit të ri vetëm. Pet edhe ara, baklava petara, shumë faleminderit. Edhe një herë petara baklava, me që e kishim muhabetin e vitit të ri, haruan baklavan. Ajo është kryesorja. Tavolina, baklava, kadaif, ëmbëlsira, shëndetli, e kupton? Si të bësh tani, të bësh ditëlindje pa tort. Edhe vitin e ri pa baklava se bën dot. Nuk e di edhe, po shumë faleminderit edhe një herë baklava petara. Nuk e di, o Regjia, ke një pjatë atje? Ta provoj pak u buse. Mirë na i sodën këta zotrin, që na i sodën, po. Që t'i themi edhe ndjekësve. Ja vlena, ta hana. Po. Ju me vazhdoni ndërkohë, se unë kam pak punë tani. Mene, ti si i ke raportet me dëmblat? Jo, tani jam... Ka me qurë nga menuja se... Në shoj që po shtoj sa si shumë. Po është dhe mosha, faktori mosh. Faktori mosh. Na njëherë sa më shumë kështu. Pse duhet të prekësh gjithmonë moshën? Sa më shumë pleqërohesh, E jo genetikën. aq më shumë nuk mban trupi ushqime, do fines. Ore zotëri, pse s'duhet të pse prek moshën po jo genetikën? Mo, genetikën ai është bingo ajo, vaj ke ose ke. Po Ne tani- themi ato që ke në dorë. Në dorë ke ta ruash veten. Pikërisht. Ti për shembull nuk ke pse ha 20 gjëra për vitëri, ha baklavan, pi një gotë verë, na jo na ajo 33.000 Jo, euro, kam pi vendosur të lirë. Pikërisht, Ose vjen një futa verë me të lirë. Budweiser o zotri, pje. Pikërisht. Do ta bëjmë një PlayStation më vonë apo do ikësh? Kismet. Mirë. Ti jemi Ti e mirë. di. Ti e di. Ti jemi mirë. Shive e, Baklava petara, unë dhe Regjia e morëm nga një... Ta, ta djali. provoj. Po, provoj edhe na jep presim atë për shtypjen. mendimin, për shtypjen. Duket që është full me ara, olla. Ti haje tamam si që am në shtëpi o vlla. Shumë. Piruni është për aksesor, si thaj. Aksesor. Kam libri dha për aksesor. Po gjysë si. Në Regjia ja vlen. Shumë ara. E nuhadi. Faleminderit petara. Një Po vit ku të ta ri të ëmbël. kapi syri që e pe atë postierin e babagjyshit. Në të dëraj. Tani me këtë që Po ndodhi gjende atë- sot, me këtë që erdhi petara këtu në emision, meni nga sot e tutje filloi të besoj në babagjysh. E Të kupton? besoj ai tek mua. Si trok. Shi reciproko valla, ç'më duhet mua. Edhe një Intereson. faleminderit petara, faleminderit Ku mund ta gjejmë petarën? E bën Regjia edhe. Edhe adresën e Instagramit. Përveç petarës do falenderojmë shumë edhe Enzo Atinin. Afro pak. Faleminderit Budweiser Budvar. Faleminderit Uj Burimi. Kemi Kafen Frank, Cappuccino Pistachio, Fura restoran në pazar, Antigonea 2000. Antigonea U stu 2000. post në bagava jam duke. Ngo Regjia, o dën Regjia. S'vejmane e tret. Autocar Albania. Kemi, www.autocaralbania.com. E desha thoja, po ta bësh re kemi një regji të veçantë. As kurse ka si ne. Një në formatin ton. Pse? Nuk po e shaj ore. Regjia u dëndo në baklava. Formati E veçantë. është në rregull. Të gjithë janë formale, ke parasysh janë të korrekt. Ne jemi Të sugjeroj pastaj kur të mbaroj emisionin. kam hequr dona të mbret. Ha vetëm të sarta valla. Po. Sartiçka. E ke Daja parë për si sartiç. edhe kakaun vetëm pa sheqer. Po. Mirë, gjithsesi. Kur të vi momenti që Kakao me ujë. kur të vi momenti që të më pjesë në një fëmë për ti të më thot më është i ëmbël apo jo, si ti them unë. Krip. Farmak. Farmak. Helm. Dakor, e morët vesh se si është djali. Farmak. Vazhdojmë Lero. Vazhdojmë vazhdimin. Ku e lamu? Te pjesa e PlayStationit, që të thash. Po. Ti tani na nxitove këtu na the se jam për punë. Po. Edhe kur të bie muhabeti te këto që do të pasionet e tua.
të pas orës 7, Pasionet tona. pasionet e tua. Tona. Miro. S'ka të tua, s'mund të thosh të tua. Ore, pasionet e pas orës 7, tuat janë shumë. Është PlayStationi, është Vetëm ajo ato faqja që e di ti. Vetëm Është turni 3 që unë se bëj për shembull. Është turni njëra 3 tjetër. formulon ndryshe. Miro, edhe unë ri ndër në 4, po. E kupton? E shikojnë që e formulon ndryshe, kështu që Me pak fjalë mene duhet të ndrosh stil jete. Miku im. mënyrë jetese. Po ti çudi, Po marto Me se këtë- na hoqë e truj, marto. me këtë stil jete edhe nuk ja jep mosha atë. Ki duke se djali i ri. Ton, djali i ri. Ku e din. Imagjino po të bëj një jetë të sakt, Mund të dukesh më i vjetër. mund t'ja jepte me plake, pastaj. Mua më pëlqen Duhet ta mbaj. mënyra se si e ka marrë deri tani, e ka marrë shumë thjesht lento, domethënë leta ashtu, ikën mosha 35, 20, 25, vazhdo, nuk e vret mendjen fare. Jo Miro, të. ata e Ore, ai nuk bravo e i shpreh, qoftë se base- ka Ti që ke Base vrarë nuk mendje e- çka ke nxjerr. do nxjerr diçka tani. Po jam nuk e pres. Po, se po presi. Do vi. Po. Edhe e merr shumë thjesht fare, e kupton? Shumë i qetë. Nuk e vret mendjen fare, jeta vazhdon, ma ndej, un kam kaq kohë që i them ore marto s'dua thot. Deri tani jam mirë thot, jam rehat. çdo person që ka në këtë podcast ka ato karakteristikat e tij, o vlla. Ka cilësitë e tij. Jo dhe menja ka cilësitë e tij Ky ka tjetë. që ja vlen tu, Është një farë personazhi. po që e rëndësishme është që të ketë Shëndetin. Jo, të ketë shëndetin, po njërë, po të ketë trut në kokë, se kanë filluar tani, kalojnë a 20 vjeçë dhe ikin njerëzit, kalojnë. Ka koka dhe 10 vjet kohaj. Ka dhe një 10 Ka miku në fakt po qisë si nuk e jap veten. të ketë trut në kokë, ka që i uroj Ka menes, miku s'po e jap veten akoma. edhe mene. të vazhdoj të ndjeki. Tani ti je i pari nga shoqëria jon që ke bërë blerjet e Enzo Attini. Po, Edhe na njohe me Enzo Attini, ku e Po, dinim ne po. kush je. Po, Enzo vërtet. Attini. po. Edhe tani erdhi dita që ne të dhurojmë ti diçka. Me që E prisje na ndihmove për të Të krijuar podcastin. dhuroja, se blero dhe mund të dhurote. Po të jep ja unë një dhurat ti. Është diçka E që... kupton? Daj të martohesh, vëllai që të hapi nuse ja dhurat. Do të japim Edhe dhurat me shumë kënaqësi duhet të japim një dhuratë nga Enzo Attini, që Të japim një byzilik menes. është ajo aty. Mund ta kapësh vetë vëlla, nuk mund të t'i japim ne të tëra. Ndihmoje veten, ja ku e ke në kuti. Faktikisht nuk po shoh. Po ja ku e kemë. Mere dhe kutia është e jotja, vëlla. Po, shumë faleminderit. Mund ta hapësh që ta shohim çfarë është. Po hapi o ta shikoj menes, se pas taj thonë që bërët siguritat dhurat. Tregoja që publikut atje. Kam një problem me tuat. Op. Edhe njerë shumë faleminderit Enzo Attini bravo. Shumë faleminderit, për Enzo dhurat. Është e regjis ajo me qira. Radhafi e ke këtu me ne, ja ta bëjmë Nëse një herë. çon si ka. Me ne duam të dhurojmë të byzylikun nga Enzo Attini. Një dhurat simbolike. Enzo Ta Attini. vetë se duke si propozim Nuk e martesa. jap, se kam shumë më rëshkasin shumë duart. Kle, hop. Po. Po. Faleminderit Enzo Attini, ta gëzosh mene, Ta kjo gëzosh është mene. traditë tani. Në çdo episod do bëhet dhurat tek i ftuari, që në këtë episod është menja. Efekti i baklavas. Faleminderit Enzo Attini dhe Shumë një. faleminderit edhe të gjithë sponsorat që na kanë mbështetur që ne mos kemi probleme me audion me Arlin Qori. Arlin Qori do vi prape, do vi bashkë me Redi Muçin. Shpresojmë që mos të kemi probleme të njëjta herën tjetër. Besoj tani me këtë gjë që bëri regjia do jetë ndryshe. Ja të shohim. Ja Me të pak ndim shpresoj. nga Arlin Kërpaçi. Do Po që po rritemi, ja brenda më valla. Ledio. regjia, hajde o regjia. Hajde se ta mbyllim. Emo, do bëjmë birrjen, Po nuk do do të t'japim në na dhuratën futesh tjetër. në një efekt o valla, në një gjë. Dhuratën e ke. Jo do ato kitje, çfarë efekti ka tjetër? Nuk e di ai se Apo do si t'i ke regjistrojnë, do t'i regjistrojnë. Ajo duhet. Ajo duhet. Pa shikoj efektet. Shkon dhe audienca merr me thashë them. Bën çika të dua trokitje ti ta mbyllim, vogati dua trokitje. Dhe kështu
Mbyllet 35 me gjithë sponsorat tanë, me menen që do jetë shpesh herë kur të ketë kohë. Menja do Do vi. vish gjithmonë ova. Kur të kem kohë, e the vetë. Do vi. Faleminderit Edhe me shumë miq. YouTube, Instagram, TikTok dhe kudo që na ndiqni dhe ju lutem, hajde ni vizitoni Gjirokastën. Është javlenda tani për festa. Na i subscribe. Na një subscribe, na një like, na një comment, na një share, na një gjë. Po si do Jo mos na vetëm vizitoni. Remizekos, e kishim bërë Përpara se të 11.000, vizitojnë 14.000 share Remizekos. Tung miq, shifemi.